Duke filluar nga qeveria që për gati një vjet është në detyrë në një linjë veç pak më ndryshe, janë edhe 10 institucione shtetërore të cilat po funksionojnë me ushtrues detyre. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, me ushtrues detyre është pozita e drejtorit të përgjithshëm të Thesarit, Njësisë për Inteligjencë Financiare, Agjencisë Qendrore të Prokurimit dhe Inspektoratit Qendror i Punës. Në atë drejtësisë janë Avokatura Shtetërore, Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, Instituti për Mjeksi Ligjore dhe Inspektorati për Mbikëqyrjen e Punës së institucioneve korrektuese dhe drejtorive rajonale sprovuese. Ndërkohë që në MPB me ushtrues detyre është Akademia e Kosovës për Siguri Publike dhe Agjencia e Regjistrimit Civil. 10 pozita janë edhe brenda ministrive të tjera që vazhdojnë me pozita të ushtruesve të detyrës kryesisht për shkak të blokadës politike e pamundësisë që kuvendit të funksionojë e zgjedh trupa të ndryshëm në institucione. Si pasojë e kësaj së fundmi ka përfunduar mandati edhe avokatit të popullit edhe 5 vendësve të tij, por që sipas ligjit ai vazhdon të jetë në krye të detyrës deri të emërohet dikush tjetër. Jo funksional për shkak të mungesës së bordit vazhdojnë të jenë edhe Komisioni i Pavarur për Media e Bordi RTK-s. Ndër pozitat më të rëndësishme që është me ushtrues detyre, por që së fundmi është ndëruar emri, është ajo e kryeprokurorit të shtetit. Nga prilli i vitit 2022 deri më 2025, Besim Kelmendi ishte ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit. Mes polemikave të shumta ai u shkarkua nga Këshilli Prokurorial e në vend të tij u caktua Agron Çalaj. Procesi i pozitës së kryeprokurorit ka mbetur pezull me që KPK-ja nuk pajtohet edhe më tutje me mosdekretimin e Bleremi Sufajt nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Edhe Korporata Energjetike e Kosovës mbetet edhe më tutje pa kryeshef ekzekutiv fuqiplot që 2 vjet e gjysmë. Që nga prilli 2023 pas arrestimit, suspendimit e më vonë shkarkimit të ish kryeshefit Nagib Krasniqi, ndërmarrja kryesore energjetike në vend është duke funksionuar me ushtrues detyre. Prej shkarkimit të Evatar Zeqirit në maj të 2025, edhe Kost vazhdon të udhëhiqet me ushtrues detyre të kryeshefit ekzekutiv. UD ka edhe drejtoria e përgjithshme e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Vazhdimisht shoqëria civile në Kosovë ka kritikuar qasjen e ekzekutivit duke thënë se po abuzohet me pozitat me ushtrues detyre.